Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV dhe sot dua të uroj gjithë besimtarët musliman gëzuar festën e Kurban Bajramit dhe qoftë një vit i mbar për të gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen në Shqipëri. Dhe në këtë ditë ne sot do të sjellim një histori, një rast urgjent në fakt. Kishim planifikuar një tjetër emision sot, por një familje nga Durrësi na telefonoi dhe kërkoi ndihmë për një 60 vjeçar i cili është larguar vetëm përpara pak ditëve nga shtëpia dhe drejtimi ngelet i paditur. Bëhet fjalë për historinë e Surja Sulës dashumish nga qyteti Durrësit, babai 3 fëmijëve, i cili është larguar nga banesa në 24 maj, vetëm përpara disa ditëve, nga Durrësi janë gjumët e fundit dhe drejtimi ngelet i paditur. Vllai i tij, Pëllum Sula, ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Pëllum, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Si një ditë e shenjtë, uroj që të marrësh një lajm dhe informacion për vllain tënd. Faleminderit. Ndërkohë që regjia na ka ndihmuar menjëherë me pasaportën dhe foton e Surja Sulës, ky është 60 vjeçari nga Durrësi dashumish, i cili ka humbur kontaktet nga Tirana. Gjumët e fundit janë nga Tirana? Gjumët e fundit është të shtingët, të thonë nga Durrësi. Por pse keni dhënë informacionin Tiranë, apo dyshohet se është parë në Tiranë? Në Tiranë kjo është parë në Pezë. Në Pezë? Në Pezë. Në Pezë, po në zonën e Pezës? I ka hyrë autobusit dhe ky ka ngatruar rrugën. I ka thonë shoferi që ktheu mbrapsht që nuk është romanati këtij. Aty ku jetoni në Durrës, po? Po. Ky ka kthyr mbrapsht ka fut një familje. Ka kërku ndihmë që më kthy mbrapsht. Vllai ka pasur probleme shëndetit mendor. Po. Pra, i pavedishëm, le të themi për të rikthyer në banesën e tij dhe kështu ka humbur. Kështu ka humbur. Do marrëvesh të gjithë historinë e vllajt me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur ditën e sotme nga qyteti i Durrësit, nga zona e Pezës, kushdo që mund të ketë hasur në rrugë, një person të ngjashëm me foton që po shikoni në ekran dashumish, jeni të lutur të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë, që në fillim të programit prezantoi 2 numrat e kontaktit që ka redaksia e emisionit Pa Gjurmë, një numër celular dhe një numër fiks që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Jemi në kërkim të Surja Sulës, 60 vjeçari nga Durrësi, babai 3 fëmijëve i cili fatkeqësisht vuante nga probleme shëndetit mendor, ka ngatëruar rrugën në 24 maj dhe ka humbur në zonën e Pezës. Pra gjumët e fundit të tij janë në Pezë dhe më pas drejtimi ngelet i paditur. Çfarë kishte veshur dhe disa karakteristika për 60 vjeçarin do na njojnë në këto momente materiali që ka përgatitur gazetarja Ersela. Prej datës 24 maj të këtij viti, familja Sula nga Durrësi jeton me sankte dhe pasigurisë pasi 60 vjeçari Surja Sula ka humbur kontaktet me të afërmit dhe deri më tani nuk dihet asgjë për vendodhjen e tij. Sipas familjarëve, ai vuan nga probleme të shëndetit mendor, çka e bën situatën edhe më shqetësuese për të afërmit. Sot në studion e emisionit Pa Gjurmë është i pranishëm vëllai i tij Pëllum Sula, i cili kërkon të bëjë një apel publik për gjetjen e 60 vjeçarit. Ai sot vjen për të rrëfyer ditët e vështira që familjarët po kalojnë dhe se si kanë humbur kontaktet me të moshuarin. Sipas dëshmisë së familjarëve, Surja Sula është larguar nga banesa me 24 maj dhe që prej atij momenti nuk ka komunikuar më me askënd. Të afërmit shprehen të friksuar për gjendjen e tij shëndetësore dhe kërkojnë ndihmën e qytetarëve për çdo informacion që mund të ndihmojë në lokalizimin e tij. Gjithashtu ata shtojnë se 60 vjeçari është parë për herë të fundit në zonën e Selitës dhe që nga ai moment nuk ka pasur më asnjë gjurmë. Familja apelon që kushdo që mund të ketë parë ose ka informacion për Surja Sulën të kontaktojë menjëherë me autoritetet ose me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Ndërkohë kërkimet vijojnë, familjarët shpresojnë që 60 vjeçari të gjendet shëndoshe mirë dhe të rikthehet pranë njerëzve të tij më të dashur. 5 ditë figuron i humbur Surja Sula në familje dashumish, ky 60 vjeçar, e dëgjuam dhe këtë material të përgatitur nga gazetarja Ersela, e cila dha disa detaje dhe gjurmët e fundit të babait të 3 fëmijëve. Ditën që ai është larguar nga banesa, ka pasur të veshur një bluzë ngjyrë blu me vija të bardha dhe një xhaketë blu. Regjia vazhdimisht ditën e sotme do e shfaqi foton e Surja Sulës. Jemi në këtë transmetim live me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur mund të na ndihmojë ditën e sotme me informacione, por Pëllum Sula, vllai të humbrit, do na rrëfej momentin se si humbën kontaktet me vllain dhe çfarë zbuluan pas humbjes së tij. I dashur Pëllum, ka ikur të shtunën, më the. Të shtunën ka ikur mes, ka dalë në treg. Sa ka qenë ora? Dhe le ta nisim me datën që ai humbi, ditën e shtunë. Ditën e shtunë, ka dalë në mes, herë ka dalë në Tiranë. Kur themi herët, bëhet fjalë për çfarë ore? Orën kanë 6, 7, kështu me këtë orë. E mëngjesit, po?
edhe kanë dalën Tiranë të shit perime gjojnë. Nga ora 11 ai ka hikën. Që i bie data 23, mos gaboj. Nuk e di sa e E 23 ka qenë, 23 maj ka qenë të shtunën, ai ka dalë nga shtëpia në orët e para të mëngjesit, për të shkuar në cilin treg edhe një herë, ta përcaktojmë. Në tregun ushqimor. Në zonën ku jeton? Ai jeton në Romanat. Në Romanat të Durrësit. Durrës jeme. Po? Pa ka dalë në tregun ushqimor që shet në kombinat. A ka ardhur në Tiranë? Në Tiranë. Pra ka udhëtuar. E bënte shpesh këtë udhëtim? Gjithmonë ka bëhet rrugë. Gjithmonë që ka dalë në treg. Bënte pazare? Bënte pazare, gjithmonë. Pra atë mëngjes ai ka komunikuar bashkëshortes së tij që do shkojë në tregun e frutave perime e ushqimore në zonën e kombinatit. Dhe nuk është kthyer më. Nuk ka kthyer. Ka ikë nga ora 11 edhe nuk është gjendur më. Disa thonë që e kena pam Romanat në orën 4, mas dite, ora 4. Ta asaj dite, të shtunë. Po? Të shtunë. Në me njështë të mi, matrët, e qonët e matrët, kanë dalë në gjire, kanë dalë... Kanë bërë kërkime. Kërkime poshtë të rrëpjet, për i kanë thënë që ka lekë në 5. Në 5, kuj ka i pasë hypën një autobusi, edhe pasë nga të rrugën i ka thënë atje shoferi që unë jam nga Romanatit, dhe i nga Romanat. Kë shoferi ka thënë që ktheu mrapsh, që t'ikësh për Romanat me rrugën tjetër ku dhvije autobusin të dalsh në 5. Pra kanë gatëruar autobusin. Kanë gatëruar autobusin e Ndranaqit. Kanë dashur të hipi autobusi për ta çuar në vendi ku jeton Romanat të Durrësit, dhe ka hipur autobusi tjetër. Ka hipur autobusi tjetër. Bashkë me të hipur autobusit të Ndranaqit, ka hipur autobusit Pezës. Të Pezës, e qartë. Por ju keni takuar shoferin e asaj linje urbane? Jo, ne kemi shkuar, matër kanë shkuar, se unë rri jashtë shtetit. A ju keni ardhur me urgjencë? Bon, kemi ardhur direkt me urgjencë nga jashtë. Sa jashtë. keni mësuar humbjen e vllajt, e kuptoj. Edhe i ka hymi një shtëpi, i ka thonë, a mund të çonin në Romanat? Në çfarë zone? Po në Pezë. Po në Pezë. Ka kërkuar ndihmë në një familje. Po. Po? Ata kanë thënë s'kemi makinë. Po merra rrugën tu dhe dil kënë stacionet të autobusit. Të shish që ka bo, ka hip në autobus. A ka ngellë ty, të shish nuk e morin vesh. Familja që ka kërkuar ndihmë vllai ato të shtunë, le të themi, ju e keni takuar, ju a ka konfirmuar? Unë jam motrat. Çfarë si ka, një familjar, motra, e ka konfirmuar nëpërmjet fotos që është njëti person? Po, njëti person. Rreth çfarë ore mund të kesh parafërsisht? Po, mas dite nuk e di me çfarë, saktë me çfarë. Pas dreke. Pas dreke, po. Pas dreke, do me thënë, vllai juaj, 60 vjeçari Surja Sula, që fatkeqësisht ka probleme shëndeti mendor, ka kërkuar ndihmën e një familje në zonën e Pezës. Por kjo e fundi nuk ka patur mundësi ta ndihmoj. S'ka pasur, nuk ka makinë, ka thonë shkes, nuk e di si ka qenë, unë e di. Por nëpërmjet linjës urbane të Ndroqit apo edhe të Pezës? A ka adresu të shikë ktheu mrapsh me autobusin e Pezës, edhe gjithë ke lapidari me autobusin e Ndroqit, të shej nuk e di ku ka i. Stacionet. E ka humat të shej munën. Pra ju dyshoni që ai ka humbur aty dhe nuk ka ditur se... Siko është tramax. Si njëri është, nuk e ditësh. Edhe pse këtë rruga i e bënde vazhdimisht? Këtë rruga ka bën më të jetë, gjithjet në vetë. Gjithjet në vetë, gjithë mana ka bën këtë. Bashortja çfarë ka treguar? Si ka qenë gjendja e tij atë mëngjes, kur ka dalë nga shtëpia? Se duke ditur që ai e ka bërë për herë këtë rrugë, ka bërë pazaret, le të themi ushqimore, frukaperime, në zonën e kombinatit për familje, e ka ditur mirë rrugën, e ka ditur mirë stacioni ku do hip autobusit. Atë mëngjes si ka qenë? Çfarë ka thënë bashortja? Po fort mirë s'ka që po mirë më duk, thasë, po të shqip fort mirë, jo. Që t'ishin me gjene që mos vini shpi nuk ka qenë. Vllai mjekohesh me medikamente? Po, me mjekime, me gjithë. Sa vite kishte që mjekohesh fatkeqësisht? Po i ka e 3-4 muaj që bën gati 5 muaj, nuk e di mirë saktë. Pra kohët e fundit? Ka shfaqur problemet me shëndetin e tij mendor, sepse nuk ka pasur probleme përpara. Jo, përpara jo. Por çfarë i kishin thënë mjekët, do më thënë, ka një diagnozë, nëse ju e dini gjithmonë? Psikiatria, si quo dhe... Po, në spitalin numër 5, në psikiatri, ka bërë vizitën dhe mjeku psikiatër i ka dhënë ilaçet për këtë smundje. E kishe takuar vllajin i dashur Pëllum këto 4-5 muajt e fundit që gjendja e tij ishte përkeqësuar? Jo, unë gjithmonë kam flasë në telefon me atë. Po mirë, ku më flisëm rregull, pa gabime, ka e kështu. Nuk të kështë dhënë përshtypje? Që ki ishte sëmur. Por gruaja vetë çfarë ka treguar për bashortin? Sepse thjesht fakti që e kanë... Në ka e që ka kanë munges, nuk është ashtu që ka qenë. Nuk është i thjellë që... E themi harronte?
Pra kishte një skleroz apo Kishte që tip e harron dhe për momentin, ju kujton dhe për mrapa, asë që donë dhe me thonë prapë. pra ishte preku nga skleroza? Po, si mos e saj, nga Prandaj po të pyes dhe po insistoj për të kuptuar që çfarë problemi ka pasur vllai juaj 60 mos e saj, vjeçar nga skleroza ka. nga skleroza. Pra mund të ishte në fazat e para të sklerozës dhe ishte nën efektin e mjekimeve, Po, por fatkeqësisht atë ditë ai ka harruar të kthehet në shtëpi. Ka harruar të kthehet në shtëpi. Momenti që ka dalë nga shtëpia, ka pasur të veshur, mund t'i përsërisim edhe një herë të dhënat e Ka pas një trikë me vizë blu, edhe një jaket blu, një pantallon zezë. Pusët të shi nuk e di që ka vesh ka kamët. Vllai juaj është pikërisht fotoja që ne po shikojmë. Ajo që kuptoj unë, një shenjë dalluese, është një nishan i madh. Nishan i madh. Që ka mbi vetull. Po. Mbi vetullën e majt i bie. Mbi vetullën e majt, në një shenjë tjetër karakteristike që është e dallueshme tek vllai, më përshkruaj pak fizikun e tij. I dobët, nuk është që jetë njeriu i shnashët. I dobët. I dobët. Po. Ska që të ketë fizik të mbushur, të shëndosh. Pak a shumë një trup mesatar. Bravo, një trup mesatar. Ecte, sepse më tregoi dhe gazetarja ime që ecin e ka patur të ngadalt. Në ngadalt e ka pas ecin, nëse ka pas ecin. Ka patur në një ecje karakteristike për një problem që ka pasur me... Po, me të hecun që ka pasur me një të hecun të avashët. Që bie në sy. Që bie në sy që është me defekt pak. Që ka problem, se çfarë problemi kishte vllai me pjesën e këmbëve, le të themi, të ecjes? Nuk e di që se koptes që probleme ka pas nga kamët, ka pas nga menjë, nga kamët, se nga kamët ka pas një dhimi një gjë, po heste vetë, nuk e di. Okej, e kuptoj, mund këtë patur ecjen e ti, karakteristike me ka dalë që bie në sy. Bie në sy që e shepërshme dhe ka diçka. Dhe ditën që ai ka dalë, ka pasur të veshur, e theksoj edhe një herë për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim, një bluzë ngjyrë blu me vija të bardha dhe një xhaket përsipër po ngjyrë blu, pantallona ngjyrë të errta. Të errtë, po. Surja Sula dashumiq ka një nishan të madh dallues mbi vetullën e majt, është 60 vjeç, vendlindja Durrës, jeton me familjen në Romonat të Durrësit. Është larguar nga shtëpia në datën 23 maj. Ka dalë nga shtëpia në orët e para të mëngjesit dhe nuk dihet, drejtimi ngelet i paditur, dhe pse gjurmët e fundit të tij janë në pezë. Aty është parë për herë të fundit për shkak të problemeve që kishte me sklerozën, ka ngatëruar urbanin, stacionin e autobusit, i ka hipur një tjetër autobuzi dhe pse shoferi e ka ndihmuar që të zbriste dhe të merrte një tjetër autobus, por nuk dihet. Drejtimi ngelet i paditur për Surja Sulën. Kushdo që është duke na ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim nga zona e Durrësit, nga zona e Pezës, e kombinatit, kushdoj që ka informacion është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi gjithë familja Sula është në kërkim të 60 vjeçarit që vazhdon të jetë i humbur prej 5 ditëve. I dashur Pëllumb, e mendoni që kur ai është kthyer, se e njoh atë zonë, kur është kthyer mund të ketë hipur autobusit të Ndroqit dhe mund të ketë përfunduar dhe në kryeqytet? Ka ardhur në Tiranë? Se nuk e di, a ka ikë në kryeqytet, a ka ikë në Durrës, nuk e japim drejtim zgjidhje kësaj pune. Ne kemi lënë vend pa kërku të gjithë Tiranën. Keni bërë kërkime në Tiranë? Kanë bërë një kërkime të gjithë Tiranën. Por pse keni marrë informacione që nga Tirana? Jo, kemi kërku vetë. Pra të shkon mendja që ai mund të ketë hyrë edhe në Tiranë, nuk dihet. Mund të ketë hyrë dhe mrenë. Mund të flenë edhe poshtë urëve, nuk e di. Kemi kontrolluar të gjithë urët dhe të gjithë s'ka pushime që poshtë terapit. Ka janë në Kasian. Askush nuk e ka parë, se besoj që keni pyetur dhe qytetarë me foton në duar. Gjithë me foton, të gjithë dhe kene pyet, një të se njëp, një se kom pa, një kështu të shinë. Të qëre kanë pa, ka kene pa, ka qe këtu, ka qe këtu, para 2 ditë. Po se janë të rëndësishme të gjitha informacionet që dashur unë për vllajin tuaj. Atë ditë ju keni marrë informacione, pra atë ditë le të themi ju keni zbuluar gjurmët e tij deri në një far pike. Keni mësuar që shoferi ju ka deklaruar që ka hipur në autobusin tim dhe unë e kam zbritur. Keni mësuar që po atë ditë ai ka kërkuar ndihmë në një familje në zonën e Pezës, e cila e ka ndihmuar duke i treguar stacionin e linjës tjetër të Ndroqit, pra keni zbuluar disa detaje të asaj dite. Dhe ajo zona aty është, le të themi, gjurmët e fundit të tij. Gjurmët e fundit, po. Por më pas keni ardhur në Tiranë, keni marrë një informacion që është parë, qoftë edhe njerëzit mund të ngatërohen nga ngjashmëria, na ndodh shpesh. Na ndodh edhe neve kjo punë, kena pak këtu, kanë erdhën motrat parmram. Se edhe motrat jetojnë jashtë.
Një madhë një kam tu në Tiranë. A jetoj në kryeqytet, po? Erë në morën telefon në Kamës. Ka ardhur informacion sikur është parë në Kamës. Kamës. Po? Një këtë mes natës një orën 12 sa një. Ku ka ardhur ky informacion? Para Para që mërëm, ka qenë. Parë mbrëm, që i bie e hëna apo e diel? Të hënën me Të fjalë. hënën, po? Edhe kanal nuk ishte, ishin një njëri tjetër. Pra, 2 ditë pas humbjes, kam britur një telefonat që dyshohet se është parë në zonën e Kamës. Kanë morën telefon atë, hadhe se e ke këtu në Kamës. Është bërë verifikimi dhe nuk ishte ai. Nuk ishte. Kishte ngjashmëri. Ngjashmëri të përsosur. Sepse ndodh shpesh edhe ne me raste që trajtojmë shumë persona të humbur që për shkak të problemeve të prekur nga skleroza apo probleme të ndryshme të shëndetit mendor që mund të përfundojnë në situatë rruge, qytetarët ndihmojnë me gjithë personat që shkojnë në rrugë në endacak, le të themi, të pavetëdijshëm, na sjellin foto dhe shpesh kanë ngjashmëri, por nuk rezulton. Nuk rezulton. Por mëngjesin e sotëm më tregoi Ersila që ka mbritur një informacion te plepat e Durrësit. Po ky informacion ka rritën, e kanë marrë në telefon që është në Durrës. Në Durrës. Në plepo. Dhe shi, nuk më dim ka cikin, ka të mamë. Një tjetër marrë se është në Laç. Në Laç. Pra po zirohet harta, le të themi. Zirohet gjitha një dhe shumë. Harta. Se kuptoj, se nuk di ka cikin, ka të kërkoj. Unë e kuptoj situatën e familjes tuaj, sepse unë prej vitesh trajtoj histori të personave të humbur dhe sidomos të raste urgjente i quajmë ne persona mbi 60 vjeç që mund të preken nga skleroza dhe dalin nga shtëpia të pavetëdijshëm, janë histori goxha të vështira dhe duhet punuar shumë për të gjetur sa më shpejt, se sa më shumë orë kalojnë, sa më shumë ditë kalojnë, më e vështirë bëhet situata dhe për ju dhe të besoj dashur pëllum në çfarë situate je, çfarë dhimbje ke dhe që ke udhëtuar me urgjencë nga jashtë ku jeton me familjen tënde ka ardhur enkas për vllajin. Por në polici e keni bërë denoncimin? Po, kanë bërë në polici. Policia ka bërë ndonjë kërkim, le të themi? Nuk e di që të themi të shqipe që ka po policia, po kanë dënësu. Thjesht keni bërë... Si në Tiranë, si në Durrës. Keni bërë denoncimin të dyja qytetet, edhe në policinë e Tiranës, edhe në qytetin e Durrësit, se logjikisht dyshohet se mund të jetë o në Tiranë, o në Durrës. O në Durrës, nuk e di ndryshi. Por do ndalemi ditën e sotme ti më tregosh të gjitha informacionet, sepse jemi në këtë transmetim live dhe jam e sigurt që ndiqemi nga qytetar banor të Tiranës dhe të Durrësit dhe dikush mund të na ndihmojë ditën e sotme me informacione për Surja Sulën. Ndalemi tek zona e Selitës në Tiranë. Ju kam mbritur dhe një informacion që është parë në Tiranë në zonën e Selitës, që logjikisht është shumë afër me kombinatin, ai mund të ketë qenë tek pjesa e tregut të kombinatit, mund të jetë ngatruar, ngjitur lart për në Selitë dhe mund të jetë dhe aty në atë zonë. Kush ju telefonoi? Aty ka telefonu një tjetër, për ka shku dhëndi, burri madhës, ka shku ka pa gjitha një, Selitën, se jo është Tiranës vetë tu, edhe di shumë mirë. E një zonën e Selitës, po? E një shumë mirë. E ka kalku çdo vend, zot sepse ka gjetur. Nuk ka gjetur, asgjë. Nuk ka dalë për nga Istiri, që më poshtë terapjet, nuk ka gjetur gjë. Por qytetari që ju ka dhënë këtë informacion e kishte parë dhe është i sigurt që është vllai juaj, pra ka ngjashmëri me foton? Me ngjashmëri është ai, po nuk është ai si duhet. Por jo, sepse ka detaje, domethënë qytetari ju e keni pyetur, a kishte të veshur këto rroba, a kishte këtë ecje karakteristike që ishte me ngadalë, nishani, që shumë i dallueshëm. Janë pyetur qytetarët? Po të shi nga rrobët ka dalë po një lloj, është ky. Vllai juaj. Vllai juaj. Personi nga Selita kur e kishte parë? Po ditë që ka humat ka dalë Heson Selitë orën 9. I bie 23 maj. Ditën e shtunë, ditën që ai ka humbur, është parë në mbrëmje në Selitë. Po, në Selitë. Se logjikisht, këto janë informacione që ende nuk janë verifikuar, por logjikisht ai mund të ketë ngatëruar stacioni autobusit, mund të jetë ke shkuptuar me çfarë e kanë ndihmuar, i ka hipur autobusit të ndroqit, ka zbritur në kombinat, nga kombinati ka vazhduar rrugën, ka dalë automatikisht në Selitë. Pra logjikisht lidhet kjo rrugë që edhe mund të ketë përfunduar në mbrëmje në orët e vona në Selitë dhe njerëzit e kanë parë. E kishin parë të ulur në rrugë, në çfarë gjendje e kishin parë? Apo kishte kërkuar ndihmë prapë vllai juaj? Jo, duke hecër kështu. Nuk e hesër, pa bedije, poshtë e rrapjet. Që njëri i humër dhe... Po pra, i për humër, fix. Nuk e di se ka tiki, ka të dalje pësaj. Por askush nuk i ka ofruar ndihmë? Po si mos menës as njësë, se po të kishe ofru ndihmë dhe do e kishim gjetër. Fatkeqësisht. Por një zotri nga zona e Selitës, ju ka dhënë këtë informacion që është parë mbrëmjen e së shtunës në zonën e Selitës dhe dyshohet se ndoshta ai ka përfunduar aty. Por më the që harta po zgjirohet, nga Selita na çuan edhe në Laç.
Në Laç, morën telefon që është... Kjo telefonat kur ju ka ardhur? Ka arë pardje. Pardje që i bie prap ditë e hënë. Të hënën? Po nuk është, E verifikuat? po, nuk është. Nuk ishte vllai juaj. Ja. Dhe ngelimi dhe te zona e Durrësit, e plepat e Durrësit. Aty keni arritur të gjeni personi që bësh fjalë ta identifikoni apo as aty s'keni Për gjetur sot, gjë? jo, se sot ka marrë në telefon. Për sot... Pra telefonata e fundit, informacioni i fundit vjen nga plepat e zonës së Durrësit. Po. Ju kanë marrë sot në mëngjes? Me në ka ora 9 sa kështu, që kanë marrë në telefon, matët, Dhe i kanë thënë që vllai, është në Durrës. personi që ju mori e njifte vllain, me që është nga zona Jo, nuk e njëftë. thjesht bazohesh nga informacionet dhe të dhënat e vllait tuaj. Po e keni bërë këtë verifikim, por Të shqipër të shqipër, jo, se Jo. unë të vijë këti. se ndoshta mund të ketë kërkuar ndihmë vllai juaj, mund të jetë endur këtu në Tiranë, ka kërkuar ndihmë që do të kthehet në Durrës, ka shumë njerëz që mund ta kenë ndihmuar, e kanë hipur në autobus dhe mund të kenë mbritur edhe në Durrës, por për shkak të situatës që është, Po nuk e di dëshit, si ku mund të gjenë dëshit, që lëvizje ka bo vete e dëshit, nuk e po di. pra se ky është meraku, për shkak të situatës që ai është i prekur nga skleroza, mund të kenë mbritur në qytetin e tij, por nuk di shtëpinë ku e ka. Bravo, nuk e se gjenë më dot. Disa në thonë që ka bo serum në ndroq. Po kjo verifikohet. Nuk ishte... Shkon te ambulanca e ndroqit dhe pyet. Ishe vetë aty. Ke shkuar? Ishe vetë, për ka qenë 80 vjeçar. A, që nuk ka lidhje me Kjo vllajin tuaj. Kjo është E 60 qartë. vjeç. Informacione ka pasur, kanë qenë të shumta, ju po bëni pamundur për t'i Po. verifikuar, por deri në këto momente që flasim, fatkeqësisht nuk është gjetur një gjurmë, le të themi një lokacion i sakt i Surja Sulës. I dashur Pollum, do qëndrojmë sërish bashk në studio, do t'ju kushtoj të tjera minuta vëmendje historisë së 60 vjeçarit, me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur ditën e sotme mund të na ndihmojë me historinë e Surja Sulës, 60 vjeç nga Durrësi, i cili ka dalë nga shtëpia mëngjesin e së shtunës në datën 23 maj dhe drejtimi ngelet i paditur dhe pse dyshohet se mund të jetë mes Tiranës dhe qytetit të Durrësit. Do kalojmë te këshilla e parë, do të jemi tek Obeni dashur miq, një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi në këtë pjesë të dytë ku ditën e sotme kemi sjellë një rast urgjent, një 60 vjeçari nga zona e Durrësit, nga Romanati i Durrësit, i cili fatkeqësisht rezulton i humbur për familjen e tij, mbushen 5 ditë dhe drejtimi ngelet i paditur. Bëhet fjalë për Surja Sulën, ka dalë mëngjesin e 23 majit nga banesa, ka mbritur në zonën e kombinatit, verifikuar nga familja. Pasi ka bërë pazaret atë ditë, ka dashur të rikthehet sërish në Durrës, ka ngatëruar stacionin e autobusit dhe nuk dihet më pas rruga dhe drejtimi që ka marrë Surja Sula, i cili fatkeqësisht përpara 4 muajve ishte, le të themi, me problemet e para të sklerozës, mjekohej dhe nuk dihet situata në të cilën ai ndodhet sot, ndoshta në një gjendje të përkeqësuar, 5 ditë pa mjekime, mund të jetë në situatë rruge, mund të kërkojë ndihmë, i bethirjet çdo qytetari që mund të ndeshet në rrugë me 60 vjeçarin Surja Sula që po shikoni në ekranin tuaj, i cili ka një shenjë dalluese, një nishan shumë të madh mbi vetullën e majt. Ka veshur ditën që është larguar një bluze ngjyrë blu me vija të bardha, përsipër një xhaket po blu, si dhe një palë pantallona të errta. Kushdo që e shikon 60 vjeçarin, është i lutur të lidhet direkt në studion e emisionit Pa Gjurmë, u vazhdimisht i jap kontaktet tona. Kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Report TV, por mund të njoftoni edhe policin, pasi vllajti Pollum Sula që ndodhet me mua në studio deklaroi se është bërë denoncimi edhe në qytetin e Tiranës, por edhe në qytetin e Durrësit. Ndaj ditën e sotme kemi nevojë për ndihmën tuaj, kushdo që e shikon, mos të hezitojë menjëherë të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. I dashur Pollum, Surjai është babai i 3 fëmijëve, më the. Qa moshe janë? Një është nga 34 vjeç, një të rritur. Jetojnë këtu në Shqipëri? Një është jashtetit, është i martum. Po, ka kryuar familjen e qartë? Familjen, është në Itali. Një vajzë ka këtu në Tiranë të martume, me 2 kalamaj. Çuni tjetër është beqar. Jetonte me babajin? Me babajin e vetë. Dhe fëmijët janë në një gjendje të rënduar? Të gjithë të rënduar, të gjithë komplet. Në kërkim të babajt? Të gjithë. Por bashkëshortja?
S'ka që të bëjë dhe ajo e ka hëmat. Ka hëmat fare. Ajo kishte 4 muaj që kujdesej për ta. Gjithmonë, nuk ka kujdes për të. Askush nuk e mendoj që do ikte atë ditë s'do kthehej. Se mendon do të njëri jo atë që të hiki edhe nuk kthehet. Është hera e parë që unë vetë vllai. Hera e parë. Sepse të gjithë personat që ka një person në familje të prekur nga skleroza, duhet ta ruajnë, edhe pse është e vështirë të ruash një të rritur, por ja, ndodh kështu që ata ikin dhe harrojnë të kthehen, harrojnë rrugën e shtëpisë. Dhe është fatale më pas humbja e një personit. Unë vazhdimisht e kam deklaruar dhe më ka ngelur në mendje historia e një të moshuari këtu në Tiranë që kishte humbur, e jap këtë histori dhe e tregoj për të gjithë ata që ndodhen në një situatë si ju i dashur pëllum që mund të bëjnë një veprim të tillë siç bëri një vajzë me një baba që ishte prekur nga skleroza, kishte bler një bërzylyk, këto bërzylyka ndodhen në Shqipëri, kanë hyrë në Shqipëri me çip që e kontrollonte babain nga celulari. Sepse jemi të gjithë në punë, të gjithë duhet të dalim të jemi në punë, e pamundur që një person me sklerozë, qoftë nëna, babai, të ruhet 24 orë, ata dalin dhe natën. Unë kam patur histori që janë ngritur natën, kanë hapur derën e shtëpisë, në mendjen e tyre kanë menduar që është mëngjes, kanë dalë dhe janë zhdukur. Pra, janë histori goxha delikate, personat e prekur nga skleroza janë të pavetëdijshëm për çdo lloj veprimi që bëjnë, por duke ju vendosur një bërzylyk tek dora, me çip monitorohen nga telefoni. Ne urojmë që ta gjejmë Surjan dhe patjetër ai prekur nga skleroza me medikamente ka të nevojshme një bërzylyk që të monitorohet me çip nga djali, nga vajza, nga celulari. Nëse ai sot do kishte një bërzylyk të tillë, do gjendesh në të qindën e sekondësh lokacioni vendi ku ndodhet. Vajza në fjalë që e monitoronte babain kështu, ka ndodhur vetëm përpara disa kohëve, ku ai kishte dalë nga shtëpia, ne na morën qytetar që është një person me sklerozë i humbur, nuk di as emrin e vet, ndihmojeni, ne sa kemi mbërritur e bija mbërritin paralel me ne. Ajo ishte në punë, e kontrolloi babain që kishte lëvizur dhe erdhi dhe e mori. Kjo është një nga mënyrat më të mira tashmë për të gjithë ata familjarë që fatkeqësisht mund të kenë në shtëpi babai, nënën, vjerrin, vjerrën me probleme të tilla të sklerozës dhe vetëm kështu mund të jetë një formë e mirë për t'i monitoruar dhe mos të humbasin sepse Surja Sula është 60 vjeç dhe drejtimi ngelet i paditur. Ndërkohë, i dashur pëllumi, jemi të dy së bashku në këtë transmetim live. Unë uroj dhe shpresoj që të ketë lajme dhe informacione, ndërkohë gazetarja ime Ersela më shkruan që ka mbërritur një telefonat për Surja Sulën, nuk e di se ku është informacioni e dashur Ersela, do më ndihmosh, qytetari që është duke na ndjekur nga ka telefonuar, nga cila zonë e Shqipërisë, pra nga Tirana, nga Durrësi, aty ku dyshohet se mund të jetë Surja Sula, po mund të më ndihmosh Klaudia me informacionin për Surja Sulën, me shpresën që qytetari nuk kërkon që të flasi drejt për së drejti, e respektoj mendimin e tij, por dyshohet se 60 vjeçari është parë në zonën e Durrësit, po sot. Pra ka telefonuar një qytetar dhe dyshon se e ka parë në zonën e Durrësit. Këtë gjë ma tha dhe ju, që mëngjesin e sotëm, informacioni ju ka ardhur nga plepat e Durrësit. Nga plepat e Durrësit. Se logjikisht i bie që mund të jetë rikthyer në qytet, kanë ndihmuar qytetar, ai mund të ketë kërkuar ndihmë. Po në vakinë, qytetarët kanë ndihmuar, kanë marrë me buka, nuk e di, kanë fotën në për shtëpi. Nuk e di çfarë mund të themi. Se kuptoj dot. Nuk e di. Ndërkohë, do lexoj dhe mesazhet që më shkruan gazetarja ime në këto momente për informacioni. Qytetari bazohet pikërisht nga nishani, ajo që unë tentoj dhe vazhdoj të theksoj për të gjithë qytetarët që janë duke na ndjekur, sepse nishani vllajt tuaj është i dallueshëm. Është shumë i dallueshëm dhe është një shenjë karakteristike që kushdo që mund të hasi në rrugë, qoftë në Durrës, por edhe në Tiranë, një person që mund ta shikojë në gjendje të përhumbur me këtë nishan të dallueshëm, është i humbur, quhet Surja Sula, 60 vjeç, nga Durrësi, kështu që mund të na ndihmoni me informacione. Pra qytetari është bazuar nga nishani dhe nga veshja. E përsërisim edhe një herë veshjen se jemi në këtë transmetim live dhe unë dua që ditën e sotme kushdo që e ka parë të na telefonoj për vllain tuaj. Pas një bluzë me vizë të bardha blu, edhe një xhaketë blu, i palë padonat në zezë. Trup mesatar, i dobët, este nga dalë, për shkak të problemeve, kështu që kushdo mund të na telefonoj dhe të na ndihmoj për Surja Sulën, 60 vjeçarin të humbur përpara 5 ditëve, që regjia ta nxjerrë, është e vetmja foto që kemi. Kjo është një foto realizuar kohët e fundit. Po kohët e fundit është, nuk është. Pra, kështu është imazhi i tij. Kjo është imazhi vet.
edhe është pak dhe me i dobët të shi. Më i dobët, se kjo foto që po shikojmë në këto momente. I dashur Pëllumb, në telefonatën e fundit, kur e realizove me vllajën kur ishe jashtë? Dhe më sa ditë ke që ke folur? Unë të prenden. Të premte dhe ai humbi të shtunën. Që i bie ti ke folur në 22 maj, ai humbi një ditë më pas të shtunën. Dhe çfarë të tha atë ditë? Folëm, rregull, qeshëm. Ishte në gjendje të mirë. Po ishe mirë, tamam, e rregull. Mohabetët të rregullit të gjithë, komplet. Përsa unë damë, natë e mirë pafshim. Të djelën me morën në telefon, a se kam atë surjo. Të mori kunata? Si unë mati. Kunata apo një pimbesa të telefonoj? Kunata. Kunata, të telefonoj dhe të tha që humbi? Humbi. Si unë mati, ka iku. Nuk e besove? Se besove dhe si unë. Folëm dargë, e ditën në shtunë në mati. Dhe është mëra mi që shpi, si unë mati, ku iku. Po ka ikë të në Tiranë dhe me shqitë të perime. A i ka shkuar për të shqitur perime? Për të shqitur perime. Perime që prodhonte, i qartë. Ka ikë për ty të thënë, një mëdhitë, se ku ka shku dhe nuk e di. Po mirë, atë ditë, a i ka shkuar në treg, i ka shqitur perimet? Dhe ka unë gjatë këtimit? Nuk e di që e ka shqitë, po ka ikë në orën 11, kanë thotë në njerëzit tjerë që ishe bashkë me të. Ka ikë orën 11. Logjikisht a i ka dalë në orët e para të mëngjezit. Që i bie mund këtë mbritur në kombinat, në tregun ushqimor, ka shqitur perime dhe në këthim, që ka qenë ora 11, e mes ditës ka humbur. A i ka shqitë, si ka shqitë, të shqitë, a i ka ikë orën 11, kanë thotë njerëzit tjerë dhe bashkëtarë dhe vetë, që ky ka ikë orën 11. Si ku ka shku të shqitë orën 11, a ka ikë për 5, ka në thru autobusin, se ka gjithë autobusin në raqit të shqitë nesë nuk e dim. Në dhënë shenjët e parë në dhënë në 5, një është në 5, edhe kanë ty mrafsh, që dilë ka rrugë, dilë ka lapitari, që ti kësh për në raqë. Të shi nuk e di, a ka hypë në autobus këtë shi, a këthy prapë mrafsh, a ka fletë të ty. A ka shfutur në fshat? A ka ikë ma thejë dhe nuk e dim dot. Nuk e dim. Ne për kërkën të gjithë shdo vend. Gjdo zonë, e qartë? Shdo zonë, shdo urë, shdo arë që është kordë edhe barit i gjithë keme shku për shdo vend që mos jetë të futër mrenë ka të soj gjume, nuk e di. Të gjithë e kam kap ke ure bëshirë, derën romanat të gjithë urët edhe rëzenën. Ke kontroluar? Të gjithë marë, pyllë në pyllë, galë më galë gjithani. Si mujtë me gjithë. I dashur Pëllumb, ne do të vazhdojmë, unë uroj që ditën e sotme të gjendet vllai juaj, edhe pas programit të gjitha informacionet që do vinë, ne do t'ja kalojmë juve në kohë reale, do verifikojmë dhe ne dhe uroj që të arrijmë në gjurmët e tij. Do jemi në kontakt të vazhdueshëm gjatë gjithë ditës së sotme dhe uroj që të gjendet, por dua ta mbyll me një mesazh. Ke një mesazh që do përcjellësh ditën e sotme për gjithë teleshikuesit e pagjurmë, ata që mund të na ndihmojnë për vllain. Shumë faleminderit për këtyre gjithë që më japin një ndihmë shumë të madhe. E vërtet. Që të vinë vllai në shtëpi. Të vinë ka kalamajt e vetë, ka nusi e vetë, e ka nënë e vetë se ka në nënë gjallë. A, është dhe nëna gjallë? është nënë gjallë. Por ajo? Zdi që të themi. Zdi që të themi, s'kam fjallë tjetër. Po e kime të rgu, për zdim që të themi. Kjanë, vërtet, letë. Kushdo që është duke na ndjekur ditën e sotme dhe mund këtë hasur në rrugë, Surja Sulën, një 60 vjeçar të prekur nga skleroza që ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më, figuron 5 ditë i humbur, jeni të lutur të gjithë të na telefononi në 2 numrat që keni poshtë ekranit tuaj ose të njoftoni edhe policin. Mirë, i dashur Pëllumb, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe lutemi që vllai juaj të gjendet. Inshallah, faleminderit. Faleminderit. Mirë, do të bëjmë shkëputjen e radhës, do të jemi në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashk live për të vazhduar këto momente me të tjera histori, me të tjerë persona të humbur. Do të jemi në zonën e Tropojës në kërkim të një të riu me emrin Florian Tabaku, i cili është larguar dhe ai ka humbur kontaktet me familjen e tij në 20 tetor të vitit kaluar nga Tropoja. Ka kaluar, le të themi, shumë muaj, tetorin e këtij viti bëhet fiks një vit që familja e Florian Tabakut nuk ka asnjë informacion për 26 vjeçarin, i cili doli me nënën e tij atë ditë për të ngjitur në mal për të mbledhur boronica, por fatkeqësisht u zhduk dhe humbi kontaktet. Dua të prezantoj historinë e Florian Tabakut, si ka humbur ky 26 vjeçar dhe rikthehemi në studio.
26 vjeçari Florian Tabaku nga Tropoja është dukur në rrethana ende të paqarta më 20 tetor, pasi kishte dalë të hënën me nënën e tij për të mbledhur gështenja në zonën e Kamenicës, në Bajram Curr. Sipas familjarëve, njeriu është larguar për pak nga ëma dhe më pas ka humbur çdo kontakt me të. Pas kërkimeve të pasuksesshme, familja ka bërë kallëzimin në komisariatin e policisë së Tropojës. Kërkimet për 26 vjeçarin vazhdojnë me intensitet, ndërsa shpresa për ta gjetur të gjallë nuk është shuar. Familjarët e tij apelojnë për ndihmë dhe bashkëpunim nga çdo qytetar që mund të ketë informacion. Ndërkohë, autoritetet shprehen se nuk do të ndalen derisa të zbardhen rrethanat e zhdukjes misterioze që ka tronditur të gjithë zonën e Tropojës. Kjo është historia e Florian Tabaku, dashumish, 26 vjeçari nga Tropoja, i cili është zhdukur dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen, e theksoi në 20 tetor të vitit të kaluar. Florian Tabaku kishte probleme të shëndetit mendor, këtë gjë e ka konfirmuar familja e tij, kushdo që ka informacion për 26 vjeçarin është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë në emër të familjes Tabakut, bëj thirrje live nga studio e emisionit Pa Gjurmë nga ekrani Report TV, kushdo që e njeh Florianin mund ta ketë parë di diçka për fatin e tij, qoftë anonim, të lidhet me studion ton. Uroj dhe shpresoj që mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e Florian Tabakut dhe familja ta mësoj të vërtetën e tij. Mirë, nga historia e të riu nga Tropoja, zhvendosemi në Përmet, në Topojan të Përmetit, do të jemi sërish në kërkim të një të riu i cili dhe ai fatkeqësisht ka probleme shëndetit mendor, bëhet fjalë për Arnold Shkozaj, një 35 vjeçar sot, që u largua nga banesa e tij në 31 korrik të vitit 2022. Mbushen 4 vite korrikun e këtij viti, që familja Shkozaj është ende në kërkim të 35 vjeçarit, por fatkeqësisht nuk ka zbuluar asnjë gjurmëte për të, një histori që është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë, janë bërë verifikime për gjitha informacionet, por nuk është gjetur asnjë shenjë për Ronald Shkozaj, dhe pse familja Shkozaj akuzon fqinjen se mund ketë gisht në zhdukjen e Arnold Shkozaj. Por kush është historia e tij? Ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Arnold Shkozaj jetonte me babain dhe nënën në fshatin Topojan të Përmetit. Ai është i sëmur, ka vështirësi në të folur dhe në të shprehur. Doli nga shtëpia më 31 korrik 2022 në orën 8 të mëngjesit, pa i treguar gjë askujt. Për herë të fundit ka qenë në shtëpinë e Valbona Tartarit, e cila ndodhet po në fshat, 5-6 minuta larg shtëpisë së Arnoldit. Si çdo herë tjetër, kishte shkuar te shtëpia e saj, pasi i pëlqenin makinat që ajo kishte. Ndryshe nga herët e tjera, ajo nuk i kishte treguar familjes së Arnoldi, ndodhej te shtëpia e saj, ku ajo banonte me vjerën, 2 fëmijët dhe burrin. Valbona e kishte përcjell në orën 8:30 në ish fushën e futbollit në Pojan dhe më pas është larguar pa njoftuar askënd. Familjarët ka bërë denoncim në polici dhe kanë bërë kërkime në mënyrë private, po deri tani asgjë. Dëshmia e zonjës në fjalë është: djali ishte te shtëpia ime, e kam marrë për dore dhe kam lënë në ish fushën e futbollit në Pojan në orën 8:30 dhe ika se kisha punë në shtëpinë time. Në momentin që familjarët e Arnoldit e kanë pyetur Valbonën, kjo e fundit nuk ka pranuar të përgjigjet, por më pas ka dhënë versionin e saj. Pojan është një fshat që pothuajse nuk ka banor fare, vetëm 5 familje banojnë në këtë fshat. Kjo është hera e parë për Arnoldin që largohet në këtë mënyrë. Ditën që u largua, ka patur të veshur një paltuta blu të errët dhe një bluzë të bardhë, është i gjatë afërsisht 2 metra. Kjo është historia e 35 vjeçarit Arnold Shkozaj, i cili fatkeqësisht figuron i humbur për familjen e tij. 4 vite u bën, 31 korrik është larguar mëngjesin e 31 korrikut rreth orës 8 të mëngjesit, është larguar nga shtëpia e tij për afërsisht 2 muaj, mbushën plot 4 vite që familja nuk ka asnjë informacion për Arnold Shkozaj, dhe pse gjithnjë në studion e emisionit Pa Gjurmë, nëna dhe vllai kanë akuzuar fqinjen Valbona, ku kjo e fundit ka deklaruar dhe përpara policisë që atë mëngjes 35 vjeçari me probleme shëndetit mendor kishte mbritur në shtëpinë e saj, por ajo e kishte marrë, e kishte shoqëruar drejt banesës së tij, afër banesës, duke e lënë tek një fushë dhe më pas ishte larguar, dhe nga ai moment drejtimi ngelet i paditur për Arnold Shkozaj. E sillim sot në vëmendje historinë e Arnold Shkozaj me shpresën që kushdo që mund ta njohë dhe mund të ketë informacion, dhe pse në fshatin Topojan ku ka ndodhur ngjarja dhe
ndodhet familja Shkozaj, vetëm 5 familje jetojnë, dikush për tyre mund ta ketë parë, nëse vërtet kanë informacion, mos të hezitojnë qoftë dhe anonim të lidhen me studion e emisionit Pajqorm. Uroj dhe shpresoj që të gjitha pasaporta që prezantuam ditën e sotme nga historia e Surja Sulës, që regjia dhe njerë të manzjeri 60 vjeçari në foto, historinë që trajtuam në pjesën e parë, vllai i tij Pullum Sula kërkoi ndihmë për gjetjen e 60 vjeçari Surja Sula që u zhduk në 23 maj të këtij viti, 5 ditë i humbur, i prekur nga skleroza, i pavedishëm, ka dalë nga shtëpia dhe nuk ka ditur të kthehet më. Kushdo që ka informacion, mos hezitoj të lidhet me studion e emisionit Pajgjurm. Ju falenderoj dhe juve miq që qëndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do i takojmë sërish nesër live ora 16 me një tjetër histori. Vazhdoni qëndroni në ekranin Report TV, do të jetë prostatoli në këto momente, suplementi ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe bashkë takohemi nesër. Mirupafshim.